Një tjetër debat i fortë shpërten në shtëpi, këtë herë mes Selinës dhe Rogertit, duke krijuar një atmosferë shumë të tensionuar që përfshin edhe banorët e tjerë. Situata nis gjatë një bisede në sallon, ku disa prej tyre po diskutojnë për lojën, strategjit dhe për atë se kush ka më shumë shanse për të fituar. Në fillim, biseda është relativisht e qetë, me banorët që japin mendimet e tyre për rrugëtimin e secilit në shtëpi. Por shumë shpejt, situata ndryshon kur Selina dhe Rogerti fillojnë të përplasen për mënyrën si po e luajnë lojën. Selina i drejtohet Rogertit me një ton të ashpër dhe i thot se sipas saj, ai nuk ka asnjë shans për ta fituar këtë garë. Ajo shprehet se mënyra si ai sillet me të tjerët dhe mënyra si komunikon nuk i japin atij asnjë avantazh përpara publikut. Këto fjalë e prekin Rogertin, i cili reagon me neherë duke i thënë se ajo nuk është në pozicion për të gjykuar rrugëtimin e tij. Ai shton se secili ka strategjinë e vet dhe se publiku është ai që vendos në fund. Por Selina nuk ndalet. Ajo vazhdon debatin dhe i thot se sipas saj, ai është një person që nuk ka arritur të tregojë asgjë pozitive në shtëpi. Me tone edhe më të forta, ajo e quan të dështuar dhe shton se ai vetëm po përpiqet të qëndrojë në lojë duke krijuar konflikte. Atmosfera në sallon bëhet menjëherë shumë e rëndë. Disa nga banorët mbeten të habitur nga ashpërsia e fjalëve të Selinës, ndërsa të tjerë përpiqen të kuptojnë se si do të reagojë Rogerti. Rogerti nga ana tjetër duket i irrituar, por përpiqet të mbajë një farë kontrolli. Ai i përgjigjet duke thënë se ajo po e tepron dhe se nuk ka të drejtë ta etiketojë në atë mënyrë. Ai shton se në këtë lojë ka pasur momente të forta dhe se ai ka qenë gjithmonë i drejtë për drejtë. Debati vazhdon për disa minuta, me të dy që flasin me zë të lartë dhe përpiqen të mbrojnë qëndrimet e tyre. Selina këmbëngul në mendimin e saj dhe thot se publiku do ta kuptojë shumë mirë se kush meriton të qëndrojë dhe kush jo. Disa banorë ndërhyjnë për të qetësuar situatën, duke u thënë që të ndalojnë dhe të mos e çojnë debatin në një nivel edhe më personal. Ata përpiqen t'i largojnë nga njëri tjetri dhe t'i qetësojnë. Megjithatë, tensioni mbetet i lartë dhe është e qartë që kjo përplasje ka lënë gjurmë tek të dy. Selina duket e vendosur në atë që tha dhe nuk tërhiqet nga fjalët e saj, ndërsa Rogerti duket i prekur, por përpiqet të mos e tregojë shumë. Pas përfundimit të debatit, banorët fillojnë të diskutojnë mes tyre për atë që ndodhi. Disa mendojnë se Selina ishte shumë e ashpër dhe e teploi me fjalët, ndërsa të tjerë thonë se ajo thjesht shprehu mendimin e saj pa filtra. Ky moment bëhet një nga debatet më të forta të ditës në shtëpi dhe tregon edhe një herë se tensionet janë në kulm. Marrëdhënia me Selinës dhe Rogertit duket se është përkeqësuar edhe më shumë dhe mbetet për tu parë se si do të zhvillohet situata mes tyre në ditët në vijim.